tani po I propozohet si zgjidhje një qeveri e pakicës për një periudhë kalimtare, pra tranzitore, për të trajtuar çështje shtetërore. Unitet tranzitor, tash po I thon, dhe natyrisht është I imponuar, pra jo me diskutim e dialog ndërpartijak, por me vendime të një partie politike. Jemi vonë. Partitë serioze do duhej të kishin menduar me kohë propozimin tonë. Përveç se jemi vonë, qeverit pakicës nuk mund të ketë më në Kosovë. Nga viti 1989, nga 23 dhjetori vitit 1989, në Kosovë vendos shumica. LDK e rikujton se në demokraci, pakica nuk mund vendos për shumicën, për popullin. Demokraci pakicës I thojnë opozit, jo qeveri. S'mund t'jesh qeveri pakicë. Ose je opozit, ose je qeveri shumicë. Në demokraci, pakica nuk e ndon buxhetin parën e shtetit. Nuk ka lënë ligje, nuk imponon politika dhe nuk mund ta bllokojë vullnetin qytetar të shprehur me votë lirë, madje as me zvarritjet pa kuptimta si ky mandatimi I dytë. Çdo qeveri legjitime duhet të përfaqësoj shumicën qytetare. Kur kjo shumicë nuk ekziston, kur s'ka shumicë, vendi duhet t'i kthehet sovranit, pra qytetarit, dhe ky është thelbi I demokracisë. Demokracia është shumë e thjeshtë. Ajo çfarë sot na propozohet, më shumë se demokracisë I ngjan monarkisë. Në monarki mandati trashëgohet nga babai te I biri, nga Albini te Glauku,